E pritëm të gjallë, por nuk erdhi, thot Velime Kryeziu për bashkëshortin e saj Imerin, i cili më 9 prill 1999 ra dëshmor në betejën e përgjakshme të Kosharës. I gatshëm që të rreshtohet pas ushtrisë çlirimtare, Imeri la 12 fëmijë në shtëpi dhe u bë pjesë e operacionit që ngjau i suksesshëm dhe theu kufirin shqiptar. Jena konën me një bjeshk atje dhe na ka lanë neve dhe ka dalë knena. Edhe kur nitëm mas 2 mujve gati, 1 muj e gjysë që shto, nitëm ma myten. Jam konë apësin në bjeshk, mucat. E këna prit që vjeni gjallë, nuk ka erdi gjallë. Masi 6 javën e nejta atje, kur erdha në shpip. Imeri ishte në mesin e 114 dëshmorëve të brigadës 138 që u vran nga forcat serbe. Bashk me të ra edhe Harun Beka, motra e tij thot se pas qëndrimit të gjatë në mërgim në Kosovë e solli vetëm dëshira për ta çliruar atë. 42 vjet ka jetu në Gjermani. 17 vjet nuk ka orë në Kosovë. Për shkak çështjes Serbis, jina kanë për ndjekun për i tyne, deri në meramjen e Kosharës, nuk e kim pa kushtat. Pos qytetarëve të shumt në Koshare për nderime shkuan edhe përfaqësues shteti e lider politik. Ata e vlerësuan lart sakrificën e dëshmorëve që thanë se ishte drita e parë e fitores mbi Serbin. 26 vjet më parë me betejën e lavdishme të Kosharës, ushtria çlirimtare e Kosovës, me luftëtar nga pothuajse të gjitha njësitë të zonave operative të saj, e shembi kufirin që ndonte shqiptarët, kufirin që ndonte Kosovën nga Shqipëria, e që ishte i vjetër që nga viti 1913, respektivisht 1918. Nderuam një ndër betejat më madhështore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, atë të Kosharës, 26 vite më parë. Djemtë e vajzat më të mira të vendit nisën thyrjen e kufirit shqiptar dhe me këtë nxitën dritën e parë të triumfit të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës për liri, për pavarësi, për demokraci. Është ndër bashkohemi në vendin ku ruhet historia jonë, ku dëshmohet historia jonë, në vendin ku pushoj herojnë tonë, herojnë të Kosharës, po jo vetëm Kosharës të kohët tonë. Dhe gjithë jo që qëndronin këtë vend, jeni duke qenë këtu, sa është rruga jonë e liris, edhe si erdhem deri te liria. Në betejën e Kosharës, pos të vrarve u plagosën mbi 400 persona. Ajo ishte ndër betejat më të mëdha që realizoi UÇK-ja.